Rreshtet intensive të muajve janar dhe shkurt kanë shkaktuar dëmtime në disa akse në jug të vendit. Për këtë arsye, autoriteti rrugor jugor ka nisur ndërhyrjet për rehabilitimin e tyre. Aktualisht, puna është përqendruar në aksin përmet Çarçov, ku po merren masa inxhinierike për rikonstruksionin dhe stabilizimin e plotë të segmentit të dëmtuar. Pika më problematike është kilometri 6.9 i aksit përmet Çarçov në afërsi të fshatit të Petran, ku si pasojë një rrëshqitje masive të trupit të rrugës, ka dalë jashtë funksionit një korsi e rrugës. Faktikisht qarkullimi kryet me një korsi, është vendosur sinjalistika përkatëse, është kryer një studim gjeologjik në këtë zonë, ku janë përcaktuar shkaqet gjeologjike të rrëshqitjes, edhe janë marrë masa inxhinierike mbrojtëse për trupin e rrugës. Aktualisht kanë filluar punimet, janë drejt përfundimit për një zgjidhje emergjente provizore, edhe mendojmë që rreth pas një jave rruga do bëhet me 2 kalime dhe qarkullimi do jetë normal. Ndërhyrje po kryhen gjithashtu edhe në aksin Gusmar-Kuç, ku ekipet po punojnë për përmirësimin e qarkullimit dhe sigurisë rrugore. Gjithashtu në aksin Tepelen Gusmar-Kuç, në afërsi të fshatit Gusmar, kemi patur përsëri një dëmtim të trupit të rrugës. Nga ana jonë u morën masa të menjëhershme dhe ka filluar ndërtimi një muri mbajtës me gabion prej guri, edhe punimet janë drejt përfundimit. Mendohet se javën e ardhshme dhe në këtë pikë punimet do kenë përfunduar. Ndërkohë, në bashkëpunim me Bashkinë Gjirokastër është kryer edhe rehabilitimi i segmentit të rrugës kombëtare Urajlumit Postblok.